Pas publikimit të listës zyrtare me kandidat për deputet që do të garojnë në zgjedhjet e 11 maj 2025 dashnor, Sula, deputeti i Partisë Demokratike, ka dhënë një deklaratë përpara gazetarëve pak para se të hynte në seancën plenare në Kuvendin e Shqipërisë. Sula është shprehur se lëvizja e tij në orët e fundit të bërjes së listave, ku emri i tij u bë me dije se ishte përfaqësuesi i parë në listën e qarkut të Elbasanit për koalicionin Nismë Shqipëria bëhet është më e duhura. Sula nisi duke falendëruar demokratët, ndërsa tregoi episode lidhur me ngjarjet pas vendimit të nënshtatorit 2021, ku Basha mori vendimin për largimin e Berishës. Nga ana tjetër, Sula shprehur jashtëpër me dy figurat e Partisë Demokratike, referuar këtu sekretarit e përgjithshëm Flamur Noka dhe deputetes Albana Vokshi, duke i konsideruar si të urryer për qytetarët. Jo, hapi ti mediat, hapi ti gjitha, në kryesi, në qytetarë kudo. Ka folur. Jo më dhe të hapura, edhe në media. Ma thuj ti, po kam qenë unë për demokratizimin e Partisë Demokratike, sa kam folur, edhe dëgjoj, e për me emra, ja po ta them unë. Unë nuk kam patur gjë personale me Sali Berisha. Kam patur për mënyrën se si po drejtohej dhe si u përqa Partia Demokratike. Dhe ky ka qenë debati im me zotin Berisha për gjatë 2 viteve. Dhe erdha në momentin e fundit që ne të bashkohemi të gjithë me diversitet për të bërë të mundur. Po kjo është ajo. Faleminderit nga juaj. Deputetja e Partisë Demokratike Dhurata Çupi është prononcuar për mediat jashtë ambienteve të Kuvendit në lidhje me qëndrimin e saj mbi listën zgjedhore të PD-s. Edhe pse ajo ula në listën e hapur të Tiranës, është shprehur se ka bindje se qytetarët do ta votojnë. Edhe në primare jam votuar dhe kam besimin e qytetarëve dhe besoj fort që do më votojnë qytetarët, do votojnë Partinë Demokratike, do votojnë edhe në kandidaturë që do të fitojnë. Shumë pak të rinj. Në 11 maj do duhet të fitoj Partia Demokratike, të fitoj opozita, të fitoj programi i opozitës, e them dhe njëherë për vendin, për Partinë Demokratike, për qytetarët, për Shqipërinë. Ka nga ata të zgënjur që edhe pse ishit mirë në primare, morët rezultate. Nuk jam fare zgënjur, e përsëris në qarkun në Dibër 2021-shin, kam qenë listë hapur, pra i bie, kam qenë e treta, kam bërë betejë elektorale, kam fituar dhe besoj që qytetarët do më votojnë edhe në Tiranë. Falenderoj qytetarët e Dibrës që i kam përfaqësuar për 9 vite, Matjanët, Dibranët, Bulgjizakët, qytetarët e Klosit, që kam pas një marrëdhënie jashtëzakonisht korrekte dhe serioze me ta dhe uroj që ky komunitet të më votojë edhe në Tiranë. Edhe Jorita Tebaku, gruaja më e votuar në primaret e Partisë Demokratike, ka dhënë një deklaratë pak para hyrjes në parlament. Tebaku është përgjigjur gazetarëve për pyetjet rreth mendimeve mbi listën e Tiranës dhe vendin e saj në listën e hapur. Deputetja u shpreh pa modesti, siç vetë ajo thotë se e meritonte të ishte në listë të mbyllur. A mendoj unë që e meritoja të isha në listën e mbyllur. Me shumë modesti them që e meritoja, se besoj që jam një figurë përfaqësuese e qytetit Tiranës. Po ç'a mendoj për këtë betejë? Juve më njihni ne bashkë, jemi parë në Partinë Demokratike për vite me radhë dhe e dini që me këtë mënyrën time, ndoshta me pak ngadalë, me qetësi, jo me shumë zhumë me të bërtitura, unë i kam fituar gjitha betejat në Partinë Demokratike. I kam fituar gjitha betejat në parlament, dhe do ta fitoj dhe këtë betejë për gjithë demokratët që më votuan primare, për ato 655 zemra demokratësh dhe për të gjithë qytetarët e Tiranës që më kanë shkruar dje dhe më kanë ofruar mbështetje të jashtëzakonshme. Partia Demokratike bëri këtë listë për Tiranën duke pas parasysh disa faktor, nuk është se në atë listë ishte ndoshta dikush tjetër që doli më i votuar se mua. Ky ishte një vendim politik i kryesisht. Unë kam pas një diskutim të gjatë me zotin Berisha për sa i përket listës, edhe kjo ishte një zgjidhje për mua. Kam e bindur që unë do jem deputete e Parlamentit të Shqipërisë, kam mbështetjen e Partisë Demokratike, kam mbështetjen e të gjithë strukturave të partisë, kam mbështetjen e të gjithë atyre që deri më sot i kanë përfaqësuar në parlament, profesionistëve të lirë, të shtresës mesme, të familjeve shqiptare, dhe do të jem në këtë parlament për të qenë përsëri deputetja më aktive siç kam qenë 8 vitet e fundit. Një ditë pasi Sali Berisha siguroi me vende në listat e mbyllura, klani i tij u zhdu nga kuvendi duke lënë bosh karriget, njëri pas tjetrit të përjashtuarit të Partisë Demokratike nga listat e hapura ose ata që nuk i përfshin fare, i shfaqen në kuvend duke shprehur hapur rezervat dhe pakënaqësitë e tyre.